Strategjia kombëtare për sigurinë kibernetike duket se nuk ka qenë as pak efektive për aq kohë sa ne jemi përballur 2 ditë më parë në kuvendin e Shqipërisë me një sulm kibernetik. Do të flasim pikërisht për këtë çështje, për sigurinë që do duhet kemi online, duke qenë se qeveria edhe u mundua të merrte masa për shkak edhe të asaj çfarë ndodhi në vitin 2021, kur shumë institucione ran prej një sulmi kibernetik, portali Albania, po ashtu shumë të dhëna të qytetarëve shqiptar dolën në pa. Ishte një sulm i cili ju atribuan në atë kohë Iranit, madje edhe marrëdhënie diplomatike në atë kohë u ndërpren, por me sa duket ende sot ne vjojmë të jemi të kërcënuar në këtë drejtim. Do të flasim më gjerësisht me Tomi Kallaxhi, ekspertin e IT-s i cili na është bashkuar në studio. Faleminderit shumë Tomi që je këtu. Si e ke parë ti këtë sulm? Duhet parë si një dështim dhe mos menaxhim i dur, sepse nuk është sulmi i parë kibernetik që kemi. Tani patjetër që është mos menaxhimi mirë i resurseve, sepse duke ditur nga informacionet që kam pyetur këtë kohë, çdo institucion ka IT-t e vet, ka serverat e vet që praktikisht bëhet edhe më vështirë kur çdo institucion ka ekipin e vet të IT-s, të serverin e vet për të menaxhuar. Nëse kjo do ishte një institucion që do ishte një grupim njerëzish që do menaxhonin gjithë serverat, le të quajmë, do ishte një data center i madh i qeverisë ku do menaxhoheshin gjithë serverat për çdo institucion caktuar, do ishte edhe më lehtë për të amortizuar sulmet e ndryshme dhe për të ruajtur sigurinë më e madhe. Në të kundërt, në momentin që këto institucione kanë vetëm 1 ose 2 IT dhe pastaj përgjegjësia është më e madhe, patjetër që është do të quajmë mos kompetencë, por në këtë rast fakti që kemi, unë do thoya disa institucione, kemi Agjencinë e Sigurisë kibernetike. Kemi Akshin, që po ashtu merret me këtë pjesë. Pra kemi disa, le të themi, zyra, njerëz të punësuar që janë në këtë drejtim dhe në fund fare ndodh që sërish. Po të gjithë në fund fare janë auditues. Dhe miliona euro që janë shpenzuar për këtë pjesë. Por në kompani të treta. Po të marrë shembullin shtetit amerikan, National Security është një ekip me zhvilluesish, me serverat, data centrat e Departamentit Amerikan shtetit janë në pronësi e shtetit. Kurse ne kemi në palë të treta. Pa ka përgjegjës në këtë drejtim, Toni, çfarë ndodh në momentin që ne bjem prej një sulmi të tillë? Para një vite e gjysmë u sulmua parlamenti. E njëjta gjë këtu në këtë rast u sulmuan emailet, kishin hyrë në serverin e emaileve. Pyetja është, a kanë hyrë këta njerëzit, kanë çuar emaile, përveç se kanë lexuar emaile? Janë ato gjëra që më tepër kishin fshirë se sa kanë dashur që të shkaktojnë një dëm. Çështja është ata kanë parë, kanë lexuar, sepse sot me inteligjencën artificiale ata mund të lexojnë qindra mijëra emaile në pak orë, ose edhe mund të kenë nisur emaile dhe askush ndoshta nuk e ka kuptuar që aty janë nisur emaile. Dhe gjëja tjetër më e çuditshme është që kuptojmë që kemi sulm kibernetik vetëm kur dalin hakerat dhe thonë ne kemi sulmuar kuvendin. Është konfirmuar që janë hakerat të Homeland Justice? Tani çështja është hakerat ata kanë marrë përsipër veprën. Po, sulmin po. Por fakti se mund të kenë qenë hakera iranian, hakera rus, hakera bangladeshash. Sepse po të njëjtit duket që ja kanë marrë dorën sistemeve tona dhe ndoshta e kanë më të thjeshtë. Apo kur hakerohet diçka kam përshtypjen është një tipari. Kur hakerohet diçka nuk është një gjë njëditori, që unë sot do vendos do hyj te kjo edhe kur vidhet një objekt, bëhet një plan shumë javor për përgatitje për sulmuar. Kurse edhe në këtë rast, ne nuk dim sa kohë janë brenda serverave. Se ata dolën par dje dhe thanë që ne kemi sulmuar, dhe atëherë kuptuam që ne po që kemi hakeruar. Ne nuk e dim kur janë brenda. Ata mund të kenë brenda për muajt shtator, ndoshta edhe gjatë gjithë 2025 mund të kenë lexuar emailet, mund të kenë lexuar korrespondencat, mund të kenë kuptuar çfarë ndodh. Teori konspirative, sepse ne populli shqiptar jemi shumë intuitive dhe këto teori konspirative, si po i quaj unë, thonë që mund të ketë edhe vetë deputet, pjesë të kuvendit, të cilët kanë dashur që shumë emailet të tyre të fshihen. Sa mund të qëndrojë diçka e tillë? Tani, emailet e tyre, nëse ekipi i IT-s ka bërë backup periodike, ato do kthehen shumë shpejt. Dhe nëse emaili është pronësi e kuvendit, ti mund të fshish një email, por të të marrë një shembull, nëse ti ke një email të Vision Plusit, edhe ti nëse fshin një email jot fshihet nga syri jot, po jo nga jo nga IT-ja që menaxhon gjithë mail serverin e Vision Plusit. E qartë. Kështu që ti mund ta fshish, nuk e sheh, po nuk është të thënë që ajo emaili që ti ke fshirë është i fshirë. Është i fshirë për sytë tu, thesh që ka ikur, por
sistem admini i emaileve të Vision Plusit, nuk i shpëton dot. I shikon të gjithë emailet kështu që kjo nuk mund të ngelet, por që çështja është nëse këta njerëz kanë marrë vendime, kanë manipuluar vendime, sepse në momentin që unë e di që Brikena është duke nisur një email deputetja X për i nis Fatmir Xhafajt ligjin X për datën Y, atëherë mund të dimë të marrim vendime, çfarë duhet bëjmë, kush është decision makeri, etj. Domethënë, në momentin që dihen informacionet, është edhe më kollaj për të manipuluar një ligj apo një Megjithatë pse zakonisht janë le të themi institucionet qeveritare që sulmojnë, janë pre më e thjeshtë, kanë sisteme sigurie më të dobta. Jam pre më e thjeshtë sepse një personat që janë në këto institucione nuk dua që ti dyshoj që janë jo profesional, por në shumicën e këtyre rasteve, nga që është networku madh, janë personat, janë shumë veta staf dhe një nga këto hallka të jetë e dobët, mund të shkohet edhe të hakerohet i gjithë sistemi. Po të marrë një shembull, në 2009 shërbimet informative amerikane hynë dhe shkatrojnë centralin nuklear në Iran. Si e bërën? Shpërndavën USB-t në gjithë zonën ku banonin punonësit e centralit nuklear në Teheran. Dikush nga ata mori një USB, ishte një nga punonësit e financës dhe futin në networkun e centralit. Pastaj, nga një worm që ishte ai, filloi shkoi deri në centralin nga një kompjuter tjetër dhe derisa hyri në serverat e centralit nuklear dhe derisa shkaktroi atë turbinën që prodhonte uraniumin. Kështu që edhe në këtë rast, nëse dikush ka rënë pre, ndoshta një hacker, ndoshta IT-a, ndoshta asistenti IT-s, ka rënë pre e një emaili, ka hapur një PDF me mendimin që po lexoj një PDF që më ka ardhur, ajo mund të ketë qenë një phishing, sepse në momentin që ai ka marrë aksesin e një IT-s, nga videot që pam, ata kishin hyrë në root server, domethënë që ata kanë aksesin e gjithë emaileve, hyrjeve, daljeve. Është interesante, Tomi, fakti që ne bashkëpunojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO, me Bashkimin Evropian, me Izraelin, me Emiratet për ekspertizën e sigurisë kibernetike dhe në fund fare prap hakerohemi. Çfarë ndodh? Po sepse në fund fare sado teknologji të mira të kesh, nëse burimet njerëzore, ti mund të kesh 99% super siguri, po nëse 1% që është human thing, bie. Bëhet një social engineering, manipulohet, paguhet dikush insider brenda të bëjë një veprim naiv caktuar për të kryer një dëm dhe në pas ai jep akses personave të jashtëm që nuk kanë akses për serverat e kuvendit për të pasur akses dhe kaq ishte. Dhe si ka arritur ti bllokoj Shqipëria këta hakerë? Për sa kohë ata janë kaq të zotë sa ne nuk e dim ai ka bllokuar. Nuk e dim akoma? Ne nuk e dim e ka bllokuar, rastin konkret mund t'i ka bllokuar, por ne nuk e dim nëse ka server tjerë që ata mund t'jenë brenda. Sepse siç e pam këtë rast, ata vetëm kur dolën ata dhe thanë që ne kemi hakeruar kuvendin, atëherë u kuptua që ne jemi hakeruar. Cili mund të jetë qëllimi i tyre? Për çfarë mund t'i përdorin ata këto emaile dhe si hyjnë në punët? Decision making. Momentin që në kuvend vendosen ligje, çfarë do ndodhi për shembull, edhe me personat që janë manz, që aty vendoset çfarë do bëjmë, çfarë vendime do marrim, nëse flitet me një institucion, me një ministri të jashtme, me një mund të përdoren këto informacione për spionazh, mund të shiten. Patjetër që po. Ky është misioni kryesor. Ato merren, kopjohen dhe pas tallën pastaj dhe fshihen, sepse shumica atyre janë kopjuar një herë, janë marrë nëpër servera dhe prapë pyetja tjetër është kur janë bërë kaq kopime IT që menaxhojnë serverat çdo ditë, se ti e kupton nëse trafikun ditore ke 15 GB dhe një ditë bukur të ka shkuar 200 GB, do thotë që një diçka nuk po shkon. Tani ne flasim për Homeland Justice, por kush qëndron pas këtij grupi që e mori përsipër hakerimin ndaj kuvendit? Tani, po bëjmë konspiracion, Po. Konspiracion në kontekstin që... Patjetër që duhet këtë hetimet të mirëfillt. Çështja është Homeland Justice mund të jenë vetëm një grup i shtetit Iranit që paguan hakerat të shteteve të ndryshme që sot janë në dark web, ka njerëz pafund që grupime hakerash që janë grupime hakerash që nuk njehen edhe fizikisht me njëri tjetrin, por që punojnë në mënyrë të koordinuar me njëri tjetrin, që shtetet të ndryshme, institucione,
korporata i paguajnë këto dhe grupimesh për të bërë dëme kompetitorëve shteteve të ndryshme. Në këtë rast, mund të jetë edhe kjo gjë për Iranin, që shteti Irani mund të paguar një grupim hakeresh rus, nigerian. Pra nuk është të të jenë brenda shtetit të Iranit? Jo, nuk është të jenë brenda shtetit të Iranit, sepse sot edhe këta hakerat mund të jenë, mund flasim rus, po mund të jenë dy Rusi, një në Zeland 3, Rumani e Temerat, kështu që mund të jenë të decentralizuar dhe nuk mund të jenë në një location dhe kjo e bën më të vështirë për të kuptuar se nga po vjen sulmi. Tani ne kur flasim për hakera kemi parasysh skenat hollywoodiane të filmave që qëndrojnë për këto dhoma të errta, mund të jetë 1 deri në 2 persona që bëjnë le të themi misione gati të pamundura. Në rastin konkret, sa i madh duhet të jetë ky grupim për të arritur që të hakerohet një le të themi sistem qeveritar siç ishte ky i fundit? Se ky që ishte i fundit, besoj 1 maksimumi 2 mund të jenë. 1 maksimumi 2. Sepse e para njerëz punë e thjeshtë domethënë. Do të jetë punë e thjeshtë, nuk është bërë dëm shumë i madh. Edhe nuk ka qenë shumë organizuar. Për shembull, nëse do kishin sulmuar shumë institucione në një moment caktuar, atëherë grupimi do të ishte më i madh. Tomi, do të bëj një pyetje që nuk e di nëse ke përgjigje, se ndoshta as nuk të takon, po para se ta mbyllim. Sa është buxheti që ka Shqipëria për sigurinë kibernetike? Se gjithmonë është folur që ka një plan nga 2025 deri në 2030 për Bashkimin Evropian, por nuk e dim sa ishte buxheti parashikuar. Për sigurinë kibernetike, unë kam një shifër në 5 vite sa janë harxuar. Janë harxuar diku te 300 milion euro. Sa? 300 milion euro. 300 milion euro për sigurinë kibernetike dhe për sigurinë, inovacionin gjithë bashkë. Faleminderit shumë, Tom. Faleminderit. Mirë. Ne tani ndalemi në një tjetër bisedë pas sigles.